Vijon edhe sot dëshmia në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e bashkëpunëtorit të drejtësisë Nuredin Dumani për dosjen Plumbi Art. Procesi në fazën e pyetjeve që shtrohen nga avokatët për Dumanin lidhet me episode të ndryshme. I pyetur nga avokatja Elda Zotaj nëse ka dhënë deklarime në policinë e Elbasanit kur është arrestuar, ai është përgjigjur se nuk i ka kthyer përgjigje atyre që i cilëson si të korruptuar. Ai ka thënë se kur u arrestua e dërguan në spitalin e Fierit pasi ishte plagosur. Më pas e drejtuan drejt ushtarakut në Tiranë, ku kanë shkuar për të takuar dy zyrtarët policor, Ardian Qipa, Tonin Vocaj si dhe prokurori Kreshnika Jaze. A keni dhënë deklarime para policisë në Elbasan kur u arrestuat? Nuk i kam kthyer përgjigjet korruptuarve. Avokatja përsërit pyetjen. Kur jam arrestuar, më çuan në spitalin e Fierit. Isha i plagosur. Pastaj shkova në spitalin ushtarak. 3 persona, Ardian Qipa, Tonin Vocaj dhe Kreshnika Jazi erdhën të më takonin. Pas arrestimit, deklarimet e para i kanë bërë te Spitali i Burgut, rrëfen Nuredin Dumani. Seanca në gjykatën e posaçme vazhdon me dëshmitë e të penduarit të drejtësisë.